marrëveshje themi afatgjatë. Do të kemi kalimin e kufizuar ditor i anijeve të ngushtisë të Hormuzit. Dhe kjo do të jetë në titullin e protokollit të kalimit të sigurt në mbikëqyrjen dhe rregullat e përcaktuara nga Irani. Pra që do të jetë taksa. Dhe në rast se do të vijë ndonjë, le të themi, naftëmbajtëse që ka lidhje me Izraelin, besoj se nuk do ta lejojnë. Pra do të fjalë vetëm për amerikanë dhe kombe të tjera. Një kërkesë tjetër është fuqizimi të gjitha sanksioneve, parësore, dytësore dhe sanksioneve të Kombeve të Bashkuara. Gjë e cila nëse do të ndodhte, pra ne kemi një Iran i cili në një embargo të jashtëzakonshme, pra arrin në këtë pozitë që të bëjë ballë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe të jetë në avantazh, dhe të marrë në kontroll një burim të madh të ardhurash, që është të vendosësh taksë mbi të gjitha anijat që kërkojnë për të marrë naftë apo gaz nga ngushtica e Hormuzit. Pra, nëse Irani arrin të ketë një përparim të tillë me këto kushte në sanksione të fuqishme, që nëse do të kishte ndonjë shtet tjetër, besoj se do të kishte falimentuar me kohë, atëherë çfarë pritet të ndodhë nëse largohen të gjitha sanksionet? Pra kjo është një kërkesë tjetër, ndërsa kërkesë tjetër është angazhimi, pra që çfarë garanton Irani është angazhimi i tij për mos prodhimin e armëve bërthamore. Dhe kërkohet pranimi të drejtës së Iranit në mënyrë që të ketë pasurim iraniumi, por për nevoja civile, pra për energji bërthamore, për mjekësi e për gjëra si këto. Dhe Irani të merret pra pëlqimi i Iranit për të negociuar marrëveshje dy palçe dhe shumë palçe të paqes në vendet e rajonit. Pra Irani të jetë një vend ndikues dhe vendimarrës dhe të merret parasysh edhe mendimi i tij për çfarë do lloj marrëveshje që do të bëhet në rajon. Dhe gjithashtu më e fortë, sepse kjo vetëm për linjën e mesme. Sigurisht se tani niveli i Iranit nuk është më si më parë. Tani Irani nga kjo luftë del komplet me një imazh tjetër. Pra se më para thonin jo tigrin e letër, jo e ndihmon Rusia, jo e ndihmon Kina, e gjëra si këto, siç e kemi parë gjithmonë në histori. Pra nëse lexojmë historinë, gjithmonë aty ku ka pasur ndonjë triumf të vendeve muslimane, çfarë kanë bërë? Kanë bërë këtë që gjithmonë ka pasur, pra japin theksin që e fitoi këtë luftë, për shembull Perandoria Osmane, sepse u ndihmua nga Prusia. Apo tani mund të thonë që Irani ishte i fuqishëm sepse u ndihmua nga Kina, apo bëri këtë sepse u ndihmua nga Rusia, ndërkohë që përdori vetëm armat e tij. Dhe përfundimi pra i kësaj arrin në këtë konkluzion që Irani del më i fuqishëm se ç'ishte. Pra, unë nisën ta sulmojnë për ta dobësuar, ju thoni që në fakt doli u rikthye më i fuqishëm. Sigurisht, sepse urat, fabrikat e gjëra si këto nuk është se janë ndërtuar nga të huajt, edhe nuk është se qeverisja brenda u ndryshua që të mos rindërtohen përsëri. Kur nuk mund të rindërtohen përsëri? Kur ka politikanë të cilët janë vendosur nga jashtë, i prishin të gjitha fabrikat. Pra nëse jemi një vend industrial dhe të gjitha fabrikat shkatrohen në emër të lirisë demokracisë, ndërkohë që janë plane nga neokolonialistët, ata nuk ndërtohen më. Pra prishen me qëllimin se i përkasin regjimit, të t'i rindërtojmë nga para, të t'i bëjmë të reja, dhe nuk ngrihen më kurrë sepse ajo që kërkojnë neokolonialistët është të shkatrohet gjithçka në mënyrë që vendi të bëhet i varur nga importet dhe të mos eksportojë asgjë tjetër përveç se lëndës së parë. Por kemi të bëjmë me një vend si Irani, i cili jo vetëm që nuk u nënshtrua, por doli triumfator dhe duke qenë se do të bënte marrëveshje të tjera, do të marrin dhe pra do të largohen sanksionet, dhe do të marrin edhe taksa nga ngushtica e Hormuzit, por ata nuk është as pak problem ta rindërtojnë sepse është vend i pasur. Pra ajo që mund t'i shkaktonte dëme të mëdha Iranit ishte ndryshimi i regjimit, pastaj kur ndryshohet regjimi, varet se kush vjen në pushtet dhe le të themi kujt i lëpihet ai.
Pra kujt ja fshin këpucët. Ju po thoni që, pra, ndoshta për t'i vënë titullin bisedës, që Irani humbi liderin suprem, por fitoi ndikimin mbi ngushticën e Hormuzit edhe në rajon. Këto edhe gjithashtu mund të themi edhe që Irani tani jo vetëm në rajon, por edhe në botë është një superfuqi. Pra, vendet e tjera të botës nëse më parë kishin, themi, nguronin të bënin marrëveshje me Iranin, nguronin të kishin bashkëpunim ekonomik, tani më ata shikojnë Iranin si një fuqi e cila është e besueshme dhe mund të bëhet biznes me të. Dhe kanë çfarë të marrin nga Irani, sepse kundër Iranit është bërë propagandë mjaft e madhe. Nëse do të vërejmë edhe sektorin e kinematografisë, në botën perëndimore marrin çmime filmi iranian, por në çfarë konteksti? Pranohen gjithmonë filma që tregojnë mjerim. Pra bëhet ndonjë film për të treguar varfërinë, dhimbjen e varfërisë, që është një kafshat që s'ka përdihet, siç thot një shkrimtar, poet shqiptar. Dhe këtë mjerim, pavarësisht se mesazhi është prekës, dhe është, themi, i pranueshëm nga çdo shpirt, përsëri imazhi që përcillet, pra duke nxjerrë në pa vetëm imazhe të tilla, vetëm përshkrime të tilla, krijohet ideja që Irani është një vend i humbur në shkretëtirë ku njerëzit nuk kanë çfarë të hanë të pinë. Madje ka dhe njerëz të cilët thonë që po kush je ti që vjen nga Irani na tregon neve si është Irani, ndërkohë që në Iran ka 25 milion banor që s'kan ujë të pinë. Ndërkohë që Irani është shkretëtirë dhe uji nuk mungon në asnjë moment të ditës, ka ujë 24 orë, ndërkohë që në vendin tonë, për fat të keq, në vend që të vije uji nga lart për poshtë, ne do të ndezim pompat, ndonjëherë s'ka as ujë. Ndërkohë që Shqipëria është e mbytur në ujë. Fatkeqësisht,